Të dashur shikues, mirë të po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. E di që keni pasur një javë të lodhshme me plot stres dhe punë dhe jemi këtu sonte që të relaksohemi bashkë paksa. Prive është për atë gjë. E nisim sonte me një material i cili ka të bëjë dhe lidhet me dy materiale të javëve të kaluara. Shumë shpesh i kemi përcjellur, kemi bërë tifo për ta. Jemi hidhruar e së fundmi edhe jemi gëzuar. E kam fjalën për djemt e kombëtarës, të cilët me datën 11 tetor na bën krenar të gjithë shqiptarëve kudo që jemi. Por një gjë nuk dihet apo thon ndryshe kemi shumë pak informacione se si janë ata jashta fushës së gjelbërt. Çfarë partnere kanë në krah? E më së miri për këtë gjë na flasin të dashurat dhe bashkëshortet e disa prej lojtarëve të kombëtarës shqiptare. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur Enkas për to. Një 11 tetori i vitit 2015 ishte data kur shqiptarët hapën një kapitull të rëndësishëm me titull Shqipëria shkruan historinë. Ndeshja kundër Armenisë e mbajtur në po këtë ditë ishte vendimtare për kombin shqiptar, që për herë të parë në historinë e futbollit, ku qezenjët arritën të kualifikohen në një eveniment madhor, siç është Kampionati Evropian i Futbollit France 2016. Li bashkombas, pa dallime. Më të emocionuara dhe me sy e vesh ka lojtarët tanë, jo vetëm në front, por edhe jashtë fushës së gjelbërt, janë partnerët e futbollistëve shqiptar. Ato për ditë kontribojnë në lumturinë e tyre krahas angazhimeve, baticave e zbaticave që i rrethojnë ata. Ndryshe nga ne, ditën e 11 tetorit e përjetoi Alisa, e dashura e futbollistit të kombëtarës shqiptare Berat Xhemshiti, e cila në të mirë të keq është për krah tij. I was very happy for Berat and the whole national team, especially because it's the first time they've qualified, and Berat being a part of that, it's just awesome. Alisa është shumë e përkushtuar ndaj Beratit dhe mundohet të mos e humbas asnjë ndeshje ku ai është pjesë e lojës, ani pse shpeshherë i duhet të jetë edhe në universitet, pasi është studente ekonomiku. I watch every game, but when it's not in Switzerland, it's difficult to travel everywhere because of my studies, but I really try to be a part of it. Alisa dhe Berati, që nga dita kur u njohën e deri tani, janë më se të lumtur për njëri tjetrin. Time flies, yeah. We are now together for 5 beautiful years, and we still enjoy every moment of it. Berat and me, we met through my best friend. Her boyfriend as well played for FC Zurich, and in these days they still played for the U21 team. So first we became really good friends, and after that we decided to start a relationship. The thing I love about it is to see that people appreciate Berat and that they look up to him. So he inspires people to live their dreams, and that's what I love. He inspires also me. Të qenit e dashura e një futbollisti për Alisën është e thjeshtë. I'm not a soccer girlfriend like many people like to call it. I'm just Berat's girlfriend, and that's one of the most beautiful things. So we lead a really normal relationship like everyone else, and that's the reason why it's nothing special for me to be the girlfriend of a footballer. E sa i përket të ardhmës së përbashkët, martesës dhe familjes, ajo përgjigjet me shaka. Kids, you don't heard that we already have 3 babies at home? Of course, I'm joking. We are still both young, so I want first to finish my university, and after that, who knows what the future brings. Ndryshe nga Berati, një tjetër antar i kombëtarës shqiptare, Mixhem Basha, ka tjetër status.
Kontakti kjo nuk ka qenë edhe shumë romantik, se kontakti i parë ka qenë në Facebook, aty kemi fillu me shkru, pastaj kemi vendosur mu taku dhe prej atij momenti ka filluar lidhja jo. Në dhjetor të këtij viti i bëjmë 7 vjet së bashku, në verën 2013 jemi martuar, do thotë që 2 vite, tash e kemi edhe vajzën që i ka 11 muaj. Migjeni dhe Qëndresa janë prindër të vajzës Alicia, e cila, edhe pse e vogël, diti gëzohet sukseseve të babait. Po ka duar trokit pas ndeshjes kundër Armenisë. Besoj që kur të rritët dhe ta kupton se çka ka ndodhur me 11 tetor, besoj që ka me ndish vetin shumë krenare për babën e vet. Njësoj u ndjeve vet ajo, e cila nën Ethe i përcolli ndeshjet e bashkëshortit Basha. Këto 2 ndeshjet e fundit i kam pritur me shumë emocione. Ndeshjen kundër Serbisë kam pas edhe më shumë frikë. U mërzita shumë kur humbën, por edhe isha e lumtur që nuk ndodhi asgjë në fushë. Në ndeshjen kundër Armenisë kam qenë shumë e shqetësuar deri në rezultatin 3-0. Nuk kam mujtë mu qetësu se kisha frikë që mos të ndodhte njëjtë si kundër Serbisë apo Portugalisë. Qëndresa dhe Alicia janë tifozet më të mëdha të Migjenit, të cilat në çfarëdo forme janë të gatshme ta mbështesin e të bëjnë tifo për Bashën. Ndeshjet e Migjenit të përcjellit të gjithat, mundohem me qenë sa më prezente me vajzën në stadium, vajzës i pëlqen shumë aty. Besoj që për Migjenin është një mbështetje shumë e madhe, përndryshe i shikojmë edhe në shtëpi në televizion. Jam krenare me burrin tim, që është pjesë e kombëtarës që bën historinë të gjithë popullit shqiptar dhe besoj që kjo nuk do të harrohet kurrë. Edhe kapiteni i kombëtarës shqiptare Lorik Cana, pavarësisht angazhimeve prej futbolleri, ai gëzon një jetë të lumtur bashkëshortore. Një vit më parë, u martua me italianen Monika, e cila me profesion është arkitekte, e në shtatorin e këtij viti, gjithsesi me datë 23, ata u bën prindër të një djali. As Elseid Hysaj nuk është i vetëm në këtë aspekt. Mbrojtësi i Napolit të Italisë dhe njëherët lojtari i kombëtarës shqiptare, para një viti i dha fund vetmisë. Ai u martua me bukuroshën shqiptare Fiorenza Lekstakaj, e cila në vitin 2013 ishte shpallur mes Shqipëria. Fiorenza, sikurse partnerët tjera të futbollistëve shqiptar, ndjehet krenare për bashkëshortin dhe arritjet e tij të fundit. Një tjetër emër i rëndësishëm në kombëtaren shqiptare të futbollit është Andi Lila. 29 vjeçari nga Kavaja e Shqipërisë, përveç karrierës, ai ka edhe një familje të pasur. Gruaja Ornela tashmë është pjesë e pandashme e jetës së futbollistit Lila. Ai dhe Ornela janë bashkë prej vitesh, por lumturia e tyre u shtua edhe më shumë, me ardhje në jetë të djalit të tyre Ajan. Këta janë